me mu. Po thuajse gjithë Big Brother. Këto këthye ty? Sot dola që unë që kam opinioniste. Në flet me të njëjtat gjëra që flet Rozana. Ja argumentova një nga një. Dhe përja merja me radhë. I thash, Valbona, me Valbona i thash, oke, hajde i analizëm gjithë. Me që ke qef, thash, bësh analiza. Sa analizi, thash, po bëm. Lojës time. Sepse unë mendoj, tha, që ti në një muaj e gjysëm, në pjesën, do të ndaj, tha, në dy pjesë, do me thënë. Një muaj e gjysën e parë të Big Brother dhe një muaj e gjysën e dytë. Një muaj e gjysë, tha, për para ti ke qënë aktive, do me thënë. Nërsa tashinë nga një muaj e gjysë e këtë ti s'ke qënë aktive. Jo, i thash, nuk është e vërtet. Sepse, ja mora me radhë gjitha situatat duke i thënë. Ore, edhe mendoj tha që je opinionista. I thash, në situatën time... A të thash ata dërin të të sumnonin? Po, e di. Po s'ka gjë, më mirë. A të thash? Po, më mirë, vetën e tyre të regojnë. Po. Le të nxjerrin vetën, a kupton? Unë nuk kam se të besur me kotë nga hiqë. Ata në qofë se kanë gjërat të mbetura dhe të mlefosura brenda vetës, le t'i thotë. Dhe që u këthyë për këtë punë. Nuk mbaruan ato? Edhe po i thoja që i thash situatën me Valbonën.